Mirëmbrëma, sonda në emisionin pa kompromis të Bulevard Televizion, i ftuari im është avokati Rezart Kthupi, njëkohësisht gazetar, por edhe kandidat i Aleancës Djathtës për Zhvillim. Zoti Kthupi është një emër i njohur edhe në media, ashtu siç thashë pak më parë, se ka punuar në gazetari, ndërkohë që është edhe një nga emrat që janë nismëtar të formimit të një partie të re, cila ka sjellë një rrezik në politikën shqiptare, sepse janë një parti që s'ka kryetar, por që janë me një kolegj politik. Zoti Kthupi, faleminderit që jeni me mua sonte. Zoti Llana, është gjithmonë një kënaqësi të jemi bashkë në emision. Dhe ka një kënaqësi të madhe për stafin e Bulevardit, sepse është njeriu që ka faqos gazetën e parë të Bulevardit në versionin print, dhe është njeriu që nuk ju nda kur Bulevardit në portale dhe në televizion. Zoti Kthupi, në memorien time rikthehem pas edhe kur shikoj që jeni edhe një kontribut në media, sinqerisht, pavarësisht një momenti që unë e kalova çikse me shaka, por është kënaqësi e madhe kur shikoj që mas 20 vitesh rikthehesh me një person i cili ka qenë kontribusi i parë në një gazetë që kishte frikë ta lexonin, një gazetë që përfundoi në përgjigje, dhe ndërkohë një person i cili sot është kandidat që kërkon votën dorësakte. Shumë faleminderit që jeni prezent me mua në këto ditë ngarkuara të fushatës, sepse edhe nuk është kollaj të mbledhësh. Jo, kjo është e vërtetë në vet, po ti ke parasysh një gjë që, do të thënë, pasi rrugtimi 20 vjeçar që kemi nisur bashkë, do të thënë, jemi prapë këtu në këtë studio. Po prapë bashkë. Po kësaj radhe pak më të vjetër, pak më të thinjur, edhe pak më me shumë mend. Nëse jeni pak më ri, unë e kam çikusurin më të madh. Zoti Kthupi, por që edhe çik më prezent me teleshikuesin, por edhe për që jenë prezent që me emisionin që i bie që tjetë më i riu dhe televizionin më të ri, edhe një lloj prezence e juaja, si e vi do të ishte shumë kënaqësi, pavarësisht unë bëna një lloj prezantimi, ju keni qenë shpesh në studio të televizionëve, unë desha për teleshikuesin e Bulevardit, një lloj prezantimi thjesht modest që ne kemi bërë me gjithë kandidatët, sepse ju jeni kandidati Djathtës për Zhvillim, formimi profesional, po edhe angazhimi politik, sepse ju keni një angazhim të madh politik që fillon nga PD-ja. Të gjatë, në fakt. Shumë gjatë. Do të thënë, ajo që është interesante në rastin tim është angazhimi politik ka filluar përpara angazhimeve profesionale. Unë jam bërë antar i Partisë Demokratike në vitin e largët 92, kam qenë vetëm 15 vjeç në atë kohë. Në pjesë e Forumit Rinor, kam filluar të militoj në Forumin Rinor të Partisë Demokratike ndërkohë që isha akoma në gjimnaz, e kam vazhduar të pjesë ndërkohë që kryeja studimet universitare, dhe mbas përfundimit studimeve universitare në degën e drejtësisë, atëherë pata arritur të bësha sekretari i degës Forumit Rinor dhe më pas sekretari i Forumit për një periudhë goxha gjatë, që të jemi të sinqert. Kam mbaruar studimet për drejtësi, kam fituar titullin avokat dhe kam ushtruar nga viti 2003, kohë në cilën kam marrë titullin avokatit, me një shkëputje gati 8 vjeçare gjatë kohës që Partia Demokratike ishte në pushtet, kam ushtruar profesionin e avokatit. Për sa i përket civis politike, unë kam qenë kryetari i Forumit për një periudhë gati 10 vjeçare, në 2003-2013 i Partisë Demokratike. Jam shkëputur nga Partia Demokratike në vitin 2014 për shkak se gjykoja që në atë kohë PD-ja nuk mund të përfaqësonte, ose duke që nuk kishte më interes përfaqësonte atë që ishte shtresa e djathtë apo shtresa e mesme në Shqipëri. Ishte kryer një parti krejtësisht individuale, krejtësisht e fokusuar ndaj kultit të individit. Dhe përpasoj zgjodha të ndjek rrugtimin e karrierës pa u marrë më me politikë për një periudhë goxha të gjatë. Jam rikthyer rastësisht pastaj sërish në politik, për shkak se për hir të miqësisë që kisha me zotin Sefo, detyrova të përfshihem në atë që konsiderohet si gjyqi i Vulës, përgjithsisht. Do kemi rast. Gjyqi i Vulës dhe nga gjyqi i Vulës pastaj u përfshiva, mu rikthye nocioni i jetës politike për të rimarrë prapë në politikë. Në fakt zoti Kthupi, duke pas parasysh historinë, paktën unë që jam pak më i madh dhe kam ndjekur edhe lëvizjen në Partinë Demokratike, kontributin tuaj, shkëputjen tuaj, riangazhimin, pyetja ime del direkt aty, një angazhim
për të ringritur një të djathtë, por një unë pa e quaj një sforzo, por ndoshta edhe një zhgënjim, sepse unë kam parasysh atë idealin e një moshe që vjen një moment që sfëmohet, por gjithsesi vjen një moment që përsëri zoti Kthupi rikthehet në politikë dhe ajo që është më e çuditshme, rikthehet përsëri në sobza politike, të cilët ajo që ishte rikthimi, duhet të kemi parasysh një gjë. Ne kur u ndërtua Partia Demokratike, ose paktën ne që po futëm në atë pjesën që ishte pjesa idealit Partisë Demokratike, pjesa 91-shit, 92-shit, kishim një nocion, atë që ishte nocioni i PD-s si një parti e demokracisë brendshme të djathtës, ose e meritokracisë, e individit, po e meritave individuale, jo individit per se. Okay? Dhe pastaj me kalimin e viteve, sa më shumë angazhohesh politike, shikon që kjo parti nuk është ajo parti që ti mendon. Historikisht. Unë kam bërë betejat e mia brenda Partisë Demokratike, kam bërë beteja relativisht dhe të ashpra politike brenda partisë. Dhe ke marrë kosto, më sa diu. Sigurisht që kam marrë kosto, kam fituar beteja, sikurse edhe kam humbur beteja. Por në fund fare ti realizon një të vërtet që Partia Demokratike në gjithë rrugtimin e saj nuk u arriti kurrë të bëjë një parti demokratike. Do të kur flas për demokratike, për demokracinë e brendshme, që do të thotë ti të konkurosh me një demokraci të brendshme dhe të kesh hapësirën që ky konkurim të jetë i drejtë. Ajo që ka ndodhur në PD është gjithmonë deformimi i konkurrencës brendshme, gjithmonë përzgjedhja e individëve që ndoshta nuk do të ishin më të mirët e mundshëm, dhe pastaj promovimi ose mbajtja e këtyre individëve për periudha shumë të gjata kohore në pozicione drejtuese, ndërkohë që logjika e një partie të gjatë do të ishte ajo e rinovimit të vazhdueshëm për shkak të prodhimit të figurave. Që do të thotë një parti, dhe unë duke pasur fatin të qenë kryetar forumi, kam pasur mundësinë që të paktën të tentoja promovimin e shumë njerëzve të figurave të reja, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror. Problemi është që sado që ti përpiqesh të promovosh figura, të është njerëz të cilët krijojnë një identitet politik, krijojnë një karrierë politike, në PD ngelet e pamundur. Dhe sot e kësaj dite që flasim. Nëse ka një fatkeqësi ajo parti është pikërisht kjo. Pungesa thelbësore e meritokracisë dhe vlerave politike të njerëzve që janë aty brenda. Zoti Kthupi, në një moment duke pasur parasysh të gjithë të gjëra që u tha, nuk keni vetëm ju që keni thënë këto gjëra, sepse ka nuk besoj që jam i vetmi. Kanë qenë të angazhuar, pati një rikthim të juaj, po edhe të shumë personave që u duk që Partia Demokratike do kishte një reformatim të ri, do kishte një pse nuk ndodhi zoti Kthupi kjo gjë? Tur, duhet të kthehemi një sekond mbrapa në kohë. Në shtator 2021-shit pati kishte kjo çare e madhe. Jo, e kam edhe për 21-shin, e kam mbas 2013-s të gjithë pyetjen time. Mbas 2013-s nuk pati, ose më saktë në përvojë personale, përshtypja që unë pata brenda Partisë Demokratike është që nuk do të ndryshonte asgjë. Të sa kohë Berisha kishte dominimin absolut Partisë Demokratike, gjithçka ishte Berisha dhe gjithçka ndodhte si e donte Berisha. Faktorët e tjerë funksiononin në varësi të Berishës. Berisha deformonte rregullat statutore kur i duhet favorizonte njërin kandidat apo kandidatin tjetër. Berisha deformonte rezultatin e zgjedhjeve kur i duhet favorizonte një kandidat apo kandidatin tjetër. Dhe kjo vazhdoi edhe për te 2013-s. Do të thonë, ajo që duhet kishte ndodhur ishte që në moment që humbën zgjedhjet, dhe zgjedhjet nuk i humbi vetëm Berisha, i humbi e gjithë struktura e partisë tjetër, përfshi dhe të nënshkruar në këtë rast. Dhe kjo humbje duhet sillte një revolucion të brendshëm partimit dhe një rigjenerim të gjithë figurave. Do të thonë një trup e vjetër politike që kishte ushtruar pushtet, duhet të rigjenerohej dhe duhet të zëvendësojë një trup të re politike. Kjo nuk ndodhi. Dhe në këtë moment ti e kupton që nuk është më çështje e një përfaqësimi politik. Do të thonë një parti nuk ka për objektiv përfaqësimin politik një shtrese, por ka për objektiv qëndrimin në opozitë apo në një pushtet caktuar politik në vetvete. Partia Demokratike nuk arriti mbas 2013 të rigjenerojë, nuk e bëri në 2017 dhe nuk e bëri në 2021. Dhe jemi sot në 2025 dhe jemi në të njëjtat kushte. Nuk arrin të rigjenerohet, që do të thotë, nuk është më Rezarti që duhet të jetë imazhi i PD-s. Duhet vi një djalë që është 25-30 vjeç, sepse është një djalë që mund ta ndërtojë të ardhmen. Ndërkohë që kemi ngelur në vendumro. Ka ngelur në vendumro, fatkeqësisht. Zoti Kthupi, për qëndruar gjithmonë këtu sepse do kemi edhe
hapësira të tjera për diskutuar për gjëra të tjera që janë më shumë të rëndësishme se kjo. A gaboi Partia Demokratike në atë që gjithmonë në çdo zgjedhje thonte ne do të hapim partinë, por pyetja është kush e myll të parti që kërkon ta rihapë? Dëgjoj, një parti nuk hapet sepse nuk ka hapësirë për të hapur Partinë Demokratike. Partia Demokratike nuk është hapur kurrë. Ka pasur vetëm një moment, që është momenti i 2005-s kur u krijua Kopi, që ishte domosdoshmëri për çështje imazhi, prodhoi dhe një pjesë të elitës politike për periudhën 2005-2013, por përtej këtij, PD-ja nuk është çështje e hapjes, është çështje e kultivimit. Një parti nuk mund të hapet. Hapja do të thotë sillesh figura të reja, por që nuk kanë një background politik. Kultivimi është shumë herë më i rëndësishëm se hapja, që do të thotë një parti politike duhet t'i kultivojë personazhet politike që pretendon të ketë në të ardhmen. Ti një person nuk e merr dot nga rruga për ta bërë antar të PD-s apo figurë publike të PD-s. Duhet të jetë një person që është afër PD-s ose afër partisë politike. Duhet që ti të marrësh dhe ta kultivosh, ta marrësh 14, 15, 20 vjeç dhe ta kultivosh politikisht për ta pasur personazh drejtues apo figurë publike të partisë. Në PD nuk ka kultivime, në PD ka përthithje. Do të thotë njerëz që nuk kanë kontribute politike brenda partisë, po që i mbi vendosen strukturës politike të partisë dhe marrin pastaj të gjitha benefitet. Dhe në fund nuk kanë lidhje shpirtërore me partinë për të pasur pastaj gjithë këtë. Këtu duhet dila, ka pasur një rrymë për Partinë Demokratike, në zgjedhjet janë zhvilluar, Partia Demokratike ka humbur, në fakt i bie 6 zgjedhje mas 2013-s, por ka edhe një precedent që personat që kanë humbur zgjedhjen 2013 sot janë njerëz që përsëri drejtojnë Partinë Demokratike dhe janë njerëz faktor. Sepse ajo që themi është gjithmonë e njëjta gjë. Nuk arrin të prodhoj, do të thonë nëse nuk ka meritokraci brenda dhe nuk ka meritokraci, jo vetëm meritokraci, por nuk ka as bon sensin që nëse ti zotëri dashur ke humbur një palë zgjedhje, apo 2 palë zgjedhje, apo 3 palë zgjedhje, nuk mund të vazhdoj karriera politike pafundësisht. Ti hyn në zgjedhje, humbet dhe hap krahun, sepse duhet vi dikush tjetër që të konkurrojë në zgjedhjet e ardhshme. Nuk mundesh që ti të kesh në 4 palë zgjedhje rresht, po të njëjtën persona, sepse nuk është produkt politik më. Zoti Ktubi, Partia Demokratike në Durrës, po marr gjithmonë Partia Demokratike në Durrës, sepse të dy kemi njohje shumë më të mëdha se në parti të tjera, në degë të tjera, më fal. Ka ndodhur një precedent, është ndoshta një risi që në Partinë Demokratike të Durrës disa herë nuk ka zgjedhje, por ka emërime dhe kanë prodhuar një proces që ka denegruar deri në epitetin tani të Bashës, Lul Basha, Lul Brava, nuk e di tani çfarë thot Berisha. Tani ka një nonsens këtu, sepse një parti e cila kërkon të vinë në pushtet brenda vetes vet. Varet nga objektivi, që do të thotë, nëse ti do të vish në pushtet, ti bën gjithçka të mundur që të gjesh individ që të thithin vota. Të nxjerrësh risi që ta yshtësh votuesin që të thotë po. Të ndoshta mu Turi nuk pëlqen Rezarti, por Rezarti është figurë e re dhe unë e votoj, sepse nuk e kam provuar. Ajo që bën PD-ja nuk është dëshirë për të ardhur në pushtet, është kalcifikim i një trupe të caktuar, njerëzish e cila ka një mision të caktuar, por nuk është ardhja në pushtet. Dhe këtu kur flasim për ardhjen në pushtet, ti nuk mund të vish në pushtet me njerëz që kanë kandiduar për deputet, kanë kandiduar për kryetar bashkie, kanë kandiduar për deputet, kanë kandiduar për deputet. Ka raste pafund në PD-n e Durrësit, ka njerëz që kanë filluar karrierën politike në 94 dhe vazhdojnë akoma karrierën politike deri në 2024. Për të ndenjur këtu sepse është shumë interesante si është e mundur që këto njerëz që pra se ju po thoni një gjë shumë ndran që Partia Demokratike ka emëruar kryetar Degësh për të ndetur në opozitë. Mjafton të shikosh rezultatin e prodhuar disa palë zgjedhje radhës. Po kryetar Degësh tani thonë që na e mbledhur votat. Okej, mirë, dëgjoj. Nëse do të shkojmë me nocionin që na e mbledhur votat, nuk ka më asnjë lloj diskutimi raport me zgjedhjet. Analiza që bëjmë, PD-ja ka një problem shumë të madh dhe ka pasur gjithmonë, ku nuk ka kurrë një analizë pas zgjedhore. Do të thonë kush është shkaku për cilin u mor ky rezultat apo u mor ky rezultati tjetër. Por nuk ka pasur këtë analizë kur merrte 40.000 vota apo kur merrte 60.000 vota. Analiza mund të jetë dhe pozitive dhe negative. Dhe problemi nuk është kjo analiza, problemi vetvete është në një pikë të caktuar, që do të thotë, ti zotëri dashur, nëse nuk rigjeneron trupën e partisë dhe kur të flas për rigjenerim duhet që ti të kesh mundësi të thithësh. PD-ja ka fituar zgjedhjet në vitin 2005 për shkak se arriti të mbjellte në mënyrë masive votën e grup moshës 18 deri në 35 vjeç. Sot PD-ja në atë grup moshë është 0. Nuk ndikon dot, nuk ndërhyn dot, nuk thith dot. Mos ka të bëjë me largimet që PD-ja pa thotë që Rama po largon të rinj. Ka të bëjë me paaftësinë për të thithur. Okej.
ka të bëjë me paaftësinë për të thithur dhe për të ndërtuar grupe interesi në grupmosha të caktuara, që do të thotë, nëse unë dua që në të grupmosh të thith vota, duhet vej një person nga kjo grupmosh të kandidoj, ose duhet ta marr këtë personin dhe ta kultivoj për ta pasur kandidat pas 2 vjetësh apo pas 4 vjetësh. Nëse ti kandidon në 12 vjet të njëjtit individ, unë që jam 18 vjeç, për këtë do vi dhe do votoj. Se kjo është logjika elektorale, që do të thotë, unë ndoshta kësaj radhe votoj për Turin, por mbas 10 vjetësh nuk mund të votoj prapë për Turin, do votoj për djalin e Turit, vajzën e Turit, një që është i moshës time. Tu kemi lindur, unë jam sot po i afrohem 50-ave, kam hyrë në PD që ishte kryetar Sali Berisha dhe mas 35 vjetësh vazhdon të jetë kryetar Sali Berisha. Nuk ndodh në asnjë lloj partie politike në botë, është rast unikal në cilën një individ ka bllokuar një parti, ka marrë peng për një periudhë 35 vjeçare. Nuk ndodh. Zoti Kthupi, me që jemi këtu për të ndetur edhe ke një proces, ne do hyjmë edhe më vonë pastaj, sepse normalisht fushata ka filluar edhe zyrtarisht, po tashmë kanë dalë koalicionet, listat, por për të ardhur këtu kemi pas një proces të jetë diskutueshme që ka të bëjë me një lëvizje që ka bërë Partia Demokratike, ndoshta edhe për të justifikuar të kishte deklaruar më përpara, por ndoshta edhe por një lloj ngërshi që ka brenda vetës vet, një parti e cila ka dalë nga një krizë e madhe, kur kujton filmin Skënderbeu me shkallë duke gjuajtur një tjetër dhe rikthehet në një proces që jemi të mobilizuar të gjithë dhe ka krijuar primarët, një proces i cili por një parti e cila ka dalë nga ky nuk e kam fare me primarët. Që do të kishte shumë sens si proces në një moment caktuar. Në një moment caktuar. Atëre, unë e kam bërë disa të ftuarve të tjerë këtë pyetje, sepse është një moment shumë interesant faktikisht edhe për qytetarët. Pra një parti e cila ka dalë nga një krizë që ka 4-5 vite që zgjen njëri me tjetrin, debatojnë, jo vetëm debatojnë është fjalë më ulti po them unë, po që krijojnë skena të tilla edhe kronik lajmë të zeza, rikthehet edhe krijon primare 2 muaj para zgjedhjeve. A ishte ky momenti më i papërshtatshëm? A ishte listimi i emrave që u bën i papërshtatshëm? A ishte ajo që një njeri që ka humbur zgjedhjen 2013 që ka listuar një herë për kryetar bashkie dhe rikthen përsëri dhe e fut në listën e sigurt? Mendoj që janë 2 momente. E para punës, primaret kanë sens ose do të kishin sens nëse Partia Demokratike do të hynte në zgjedhje me lista të hapura. Atëherë do të bënin sens primaret. Që do të thotë duhet të kthehemi në moment mbrapa 26 korrik, një parti e cila vendos të mbyll listën. Se është ajo e 26 korrikut është një gjë që ka ndodhur me kërkesë të Partisë Demokratike. Ai drafti që keni parë në parlament në cilin vendoset mbyllja e listave është një drafti propozuar nga Partia Demokratike. Dhe ajo që ka ndodhur, do më lejosh një shkëputje fare të vogël të mes, është ajo që ndodhi realisht në 26 korrik ishte që Damian Gjiknuri i bëri presion në Erbil Bykbashit dhe i tha Erbil Bykbashi, qofse ju nuk sillni një propozim për listat, ne do të konsiderojmë listat 100% hapura. Një parti e cila dhe ajo që ndodhi ishte që pastaj në 2 orë nga ky kërcënim apo nga ky shantazh i vogël, doja shkoj dhe çoj një propozim që është propozimi për listat e mbyllura. Thonë kjo është çka ka ndodhur në realitet 26 korrik, 25, 24, 25, 26 korrik, në ato 3 një javë përpara kodizidor. Logjika elektorale kërkon që një parti që është në opozitë për të angazhuar numrin më të madh të mundshëm të njerëzve që të marrin pjesë në fushatë. Pavarësisht, ty të duhet që të kesh prodhosh cilësinë më të madhe të mundshme të kandidatëve, por nga ana tjetër përveç cilësisë duhet që këto kandidatë të angazhohen në fushatë, të prodhojnë rezultat elektoral. Në këtë kontekst, nëse do të ishim kushtet e listave të hapura, primaret bëjnë sens. Sepse primaret do të zgjidhin ose do të përzgjidhin ato kandidatë që ishin më të mirë të mundshëm për të futur në një garë me lista të hapura. Ajo që ndodh në PD është që mbyllim listat, që do të thotë ne nuk duam të shkojmë të konkurrojmë në zgjedhje, ne duam të emërohemi në zgjedhje. Dhe një kandidat që don të emërohet në zgjedhje, vendos të futet në primare, sepse logjika është e thjeshtë, që nëse unë dua të konkurroj në zgjedhje dhe tregoj që kam peshë, e bëj për të hyrë në listë hapur, për të hyrë në betejë, jo për të zënë një vend në listë e mbyllur kur pastaj nuk kam as rëndësi se sa vota marron. Po zoti këtu desha dalë dhe unë, sepse jo jeti standardesh majtë të si në Durrës ose unë nuk po marr. Në Elbasan apo në Vlorë. Rasti i Durrësit është rast unikal. Pa hyrë ke Durrësit, do ka një rast edhe unikal tjetër, që është rasti i Vlorës, kur lista e përgjithshme e deputetëve në Vlorë është 11 plus 4, do të thotë 15 kandidatë gjithsej. Në primaren Vlorë keni pas vetëm 18 kandidatura.
Një parti e cila nuk arrin të prodhoj konkurrencë për të futur në listë, njerëzit nuk konkurrojnë për të futur në listë. Dhe pastaj vim ke rasti i Durrësit, që është rasti i cili vjen kundërshtim me gjithë logjikën tjetër. Si deputet kandidim në përshtim të Andja Ulliri zonja Ulliri është vetëm deputete e mbetur. Vetëm deputete që kanë mbetur, se duhet të themi edhe këtë gjë tjetër. Nga lista e Durrësit, nga lista e Durrësit, zonja Ulliri është vetëm deputete e mbetur. Zonja Bakiu është me koalicionin Euroatlantik. Zoti Xhaferaj ka vendosur të tërhiqet nga jeta publike. Zoti Byrik Bashi është të tërhiqet se ka futur listën e mbetur, po. Atë kjo është çështje më vete. Besoj që zoti Xhaferaj ka një karrierë shumë gjatë por dega e dytë e Partisë Demokratike pretendon që Partia Demokratike do vi pushtet me 11 maj, nuk kanë tani se thuhet këtu e kemi diferencën e madhe. Ata mund të pretendojnë që do vinë pushtet, por po të bësh analizën e gjitha veprimet që ndodhin, nuk është parti që do të vinë pushtet ose do të. Kjo nuk është partia që po kërkon pushtetin. Ne të dy jemi dëshmitar të gjithë asaj që ka bërë Sali Berisha në 2005 kur mendonte që do vinte në pushtet. Ka bërë gjithçka të mundur, çdo koalicion të mundur dhe çdo mekanizëm zgjedhor që të maksimizonte votën. Kjo nuk ndodh në 2021. Ka rrudhur koalicionin, ka blinduar në listat të mbyllura njerëzit më besnik të tij, ose i pretendojnë që i ka besnik se e ardhmja do t'rregoj fakte krejt ndryshme nga ato që ne pretendojmë. Dhe kjo nuk është partia që do të hynë zgjedhje për të maksimizuar rezultatin elektoral. Kjo është partia që do të kalcifikojë një trup deputetësh në listën e saj të mbyllur. Një parti që do të hynë zgjedhje dhe tregojë që ka forcë të hynë për të fituar në zgjedhje, nuk i vë kandidatët e saj më të mirë në listë të mbyllur. Nuk vë sekretarin e përgjithshëm në listë të mbyllur, e vë në listë hapur. Nuk vë nënkryetaret e partisë në listë të mbyllur, i vë në listë hapur. Drejtuesi politik Qaqev i vë në listë hapur, sepse këto janë personazhet më politikë që ti ke. Dhe votën nuk ta thith vetëm logo e partisë, ta thith dhe personazhi politik. Që do të thotë, ti zoti Byrik Bashi nuk mund ta lësh parën në listën e mbyllur, do ta vësh në listë hapur sot i dashur, sepse është pesha më e madhe politike. Zotin Cara, zonjën Luku, gjithë ta do të jenë listë hapur që të luftojnë për të mbledhur votat. Tash bëjmë një kompromis për zotin Cara dhe zonjën Luku, unë jam dëshmitar që thithin vota, por zoti Byrik Bashi nuk është se ka thirrë ndonjëherë vota dhe Berisha me siguri që e ka pak të punë. Duhet ndajmë politik, duhet ndajmë parimet. Në një Berisha mund kishte bënë lëvizje që Byrik Bashi s'do kishte dhënë sektar politik, po Byrik Bashi nuk di që thith votën Durrës. Ktu kthehemi ke një problem, që një parti e cila deformon proceset e veta të brendshme në funksion të 1, 2, 3 apo 5 emrave, nuk është më demokratike. Sepse funksioni dhe parimet e brendshme nuk mund deformohen për faktin që turi duhet dalë deputet patjetër. Nuk mund të funksionojë kështu logjika politike e partisë. Partia është organizimi të gjithë individëve, që do të thotë interesi është interesi i grupimit, jo interesi i 2, 5 apo 10 individëve. Nëse një parti ngelet penge interesi i 2, 5 apo 10 individëve, nuk është parti që mendon për elektoratin e saj, mendon për një grup individësh. Dhe ky është problemi që ka sot PD-ja. PD-ja nuk mendon më për shtresën e votuesve që profeson. Mendon për një grupim prej 15, 20 apo 25 individësh që duhet të jenë patjetër deputet që të mbajnë pastaj atë që është pesha politike Sali Berishës në betejën që ai ka. Të grupi një hapësirë publicitare për të rikthyer përsëri me një blok tjetër pyetjesh. Rikthehemi përsëri në studio, i ftuari im sonte është avokati Razard Kthupi, njëkohësisht dhe kandidat i Aleancës Djathtas për Zhvillim. Kemi diskutuar në blokun e parë të pyetjeve për angazhimin që ka ndodhur përpara fushatës parazgjedhore. Ajo që ka ndodhur me koalicionet, ajo që ka ndodhur me partitë politike, por njëkohësisht edhe ajo që ka ndodhur me Partinë Demokratike, e cila është partia kryesore, e cila drejton opozitën për të shkuar në zgjedhje. Drejton koalicionin e saj, se ka humbur këtë pozicion e drejtuesit të opozitës. Ne duhet të them jo, po se kryesore. Ky është fakt. Ka një grupim partish në cila pretendon të jetë pjesa dërmuese e opozitës. Ngelet për të parë. Ngelet për të parë me 12 maj, po gjithsesi unë po bëj prezantimin sot para se me marr rezultatin, kështu që unë jam korrekt me pozicionin tim. Zoti Kthupi, duke hyrë tani ke fushata, sepse ju jeni një nga emrat e njohur që edhe keni negociuar për të krijuar koalicione dhe për të krijuar edhe një, si thua, hapësirë më të madhe opozitare për të kundërvënë, sepse po ti shikosh gjithë partitë opozitare thonë Rama është e keqja më e madhe e vendit, po unë nuk kuptoj një gjë, përse partitë opozitare nuk blidhen bashkë për të hequr. Nuk është vetëm Rama e keqja më e madhe. Atëherë.
Unë kam negociuar me, dhe themi pjesë ndërmuesat atyre që mund të quhen parti të reja të vogla alternative. Gjem një terminologji që mund t'i përshtatet. Tani zgjedhje nuk ka parti të vogla të mëdha. Gjithë ngjelin vota. Janë gjithë konkurrent, kështu që do ta vetëm pas zgjedhjeve mund t'i ripërcaktojmë. Ajo kutia i mbledh gjitha. Nuk arritëm të gjenim një konsensus me zotin Shabani, zotin Lapaj, ishte pamundur, gjenim një konsensus. Për shkaqe që mendoj që ishin të tejkalueshme, të paktën mendimi im personal në atë kohë ka qenë që duhet të gjenim një pjekuri të mjaftueshme politike për të ndërtuar një koalicion, dhe një koalicion i cili ndërtohej mbi bazën e listave të hapura prodhonte vetëm pozitivitet, se cila nga partitë do hynte dhe të konkuronte në zgjedhje me identitetin e saj, me kandidatët e saj, gjithmonë raporte barazie forcash ndërmjet atyre që ishin pjesëtarët e koalicionit. Fatkeqësisht nuk arritëm këtë. Me zotin Shehaj është diskutuar me ndërmjetës, nuk kemi diskutuar personalisht, por ka refuzuar gjithmonë në çdo rast, çdo mundësi bashkëpunimi, ka vendosur që të shkojë vetëm në zgjedhje. Me zotin Qori nuk kemi pas interesa për të diskutuar, me thënë vërtetën, për shkak se ndajmë qëndrime politike diametralisht të kundërta, kurse me zotin Basha ka dështuar negociata për shkak se ajo që kërkohej ishte një përthithje, po jo një bashkërendim veprimesh. Zoti këtu unë kam pasur këtu kryetarin e Degës PD-s Durrësit Joni Mishketa, të cilin i kam bërë po tjetër pyetje, sepse në fakt interesi më i madh ka qenë në një koalicion me zotin Basha, sepse ju keni qenë ishte më natyral dhe vinte si një rreth logjike e asaj që ndodhi me zotin Basha dhe zotin Berisha. Dhe kjo ishte pyetja më interesante, pse me zotin Basha nuk ndodhi? Unë kam negociuar për afro, jo vetëm unë bashkë me zotin Angalliu, një pjesë të mirë të kohës, kemi negociuar për afro një muaj çështjen e ndërtimit të një koalicioni. Mbasi kishim arritur le të themi një konsensus mbi 3 gjëra kryesore, që ishte para punës pariteti i partive politike brenda koalicionit, do thotë secila parti do të kishte një rol caktuar brenda koalicionit dhe partitë do të prezumoheshin të barabarta brenda koalicionit. Kishim arritur një dakordsi në raport me mënyrën e drejtimit të koalicionit, dhe një dakordsi tjetër që rrjedhë me kush nga partitë do të kujdesej apo do të merrte përsipër pjesën e procedurave në KQZ. Në këtë moment ja kam dërguar një draft marrëveshje zotit Haca, që ishte korrespondenti im në partinë që quhet Koalicioni Euroatlantik, dhe përgjigjja që erdhi ishte krejtë ndryshme nga çfarë ishte diskutuar për më shumë se një muaj. Përgjigjja ishte ka pasur edhe një lloj kështu në media. Një lloj komunikimi. Po, është komunikimi, fatmirësisht. Pra, ju e pranoni që keni dërguar? Absolutisht, është komunikim është i vërtet, mirë do të ishte që si komunikim privat mos kishte dalë në media. Ajo është negociatë, dhe negociatat nuk bëhen publike në gjitha rastet, por komunikimi ka qenë fare i qartë, dhe unë në atë komunikim, po të merrni dhe të lexoni mesazhet, kam thënë që kjo është arsyeja pse do të refuzohet kjo marrëveshje që ju propozoni, është marrëveshje që është asimilim. Nuk është bashkërendim, ose bashkëveprim, apo bashkëpunim. Ti po përpiqesh të asimilosh 2 parti të tjera, ti fusësh në emrin e koalicionit tënd, që nuk është koalicion, në fund ditës është një parti, dhe qëndrimi ka qenë i qartë, që ju do vazhdoni rrugën tuaj, ne vazhdojmë rrugën tonë. Fatkeqësi. Nëse kishte një moment që do të kërkonte pjekuri politike, dhe pjekuri politike jo vetëm në llogaritjen matematikore apo aritmetikore të vlerës votës dhe përqasjes, po pjekuri politike në ndërtimin e një poli të tretë. Do të thënë, sot që flasim, gjithë ne që pretendojmë që jemi të vegjël apo të rinj, do të ngrem një çështje të madhe, që ky sistemi duhet të shëmbur. Që ky sistem që është një sistem bipartiak i ndërtuar nga PS-ja dhe PD-ja për të bërë të pamundur për çdo parti të vogël për të qenë pjesë e sistemit politik në Shqipëri, duhet të shëmbur. Dhe logjikat kërkon që nëse ti ke një objektiv që është ky objektiv, gjithë këta që kanë këtë objektiv të bëhen bashkë, të mblidhen në një grupim dhe të krijojnë një pol tret. Dhe ky pol i tret me shumë gjasa do ta zbriste nga froni edhe PS-n dhe PD-n. Jo në sensin e uljes ose krijimit numrit më të madh votave. Po do ta bënte të pamundur për PS-n që të merrte 70 mandate, dhe do ta bënte edhe PD-n me gjithë koalicionin e saj, jo më forcë të dytë, por mbase forcë të tretë. Zoti këtu be ka qenë ky ndoshta rreth logjikës dhe qëndrimit që ju keni mbajtur si forcë politike lidhur me strukturën e SPAK-ut, për hir të vërtetës, ndoshta i vetmi koalicion ose vetmi parti që ka marrë një qëndrim të qartë të SPAK-ut, ndërkohë që përjashtuar
zotin Berisha, Partia Demokratike, cili ka qëndrimin e tij, që thotë do ta rinovojmë, nuk e di çfarë. Do ta rishikojmë. Por edhe zotin Rama, i cili u zbyth mas 2 javësh nga një qëndrim. Zoti Rama bëri një eksperiment. Pra, a ka qenë dhe kjo, e kam pyetjen. Mendoj që në raport me SPAK-un ne kemi qenë të qartë dhe të fortë. Dhe kur them të qartë dhe të fortë, ne kemi thënë pasur një qëndrim të qartë si koalicion bashkë me zotin Shej, edhe zoti Shej, Policisë Vërtetës. Dhe përpara se ndërtonin koalicionin, kemi pasur një qëndrim shumë të qartë raport me SPAK-un. Me SPAK-un dhe me gjykatën. Kur themi SPAK-un, flasim gjithmonë prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme. Nuk është i njëjti fakt në raport me, le të themi, ato që janë, do të quajmë homologët tonë politik. Partitë e tjera, ato që ju i konsideroni rëndom të vogla apo të reja, janë parti që kanë pas qëndrime në raport me SPAK-un, por i kanë qëndrime, le të themi qëndrime elektorale. Shikojnë që SPAK-u është lart me sondazhe, dalin dhe mbështesin SPAK-un. Ndërkohë që ne kemi pas një qëndrim koherent, pothuajse në një vit dalje televizive ne kemi thënë gjithmonë të njëjtën gjë. Që çfarë do që të kërkojë SPAK-u, të ne jemi gati ta votojmë në parlament. Në ky qëndrim i qartë politik, do të thonë, nëse SPAK-u vjen në parlament dhe kërkon, si kërkuan nga zoti Kasarov në nëntor, që do të bëhet zgjatja e mandateve të SPAK-ut, ne kemi dalë me thënë që nëse ky draft vjen në parlament, ne do ta votojmë pa diskutuar fare, pa hyrë çështje të diskutimit. Dhe ky faktor që do të thotë mbështetja ndaj SPAK-ut ose do të themi mos anatenimimi i SPAK-ut. Se ky është ndarja e madhe politike që ka ndodhur në Shqipëri. Do nga njëra anë ke zotin Berisha që do ta shkrijë SPAK-un, nga ana tjetër ke zotin Rama që do ta vënë shina kushtetuese. Është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Edhe Berisha thotë ka gjetë një fjali tjetër. Është pjesë elektorale kjo. Në momentin që ti shikon që SPAK-u ka një 70% pëlqyeshmëri, është rasti i parë në historinë e Republikës së Shqipërisë kur një institucion shqiptar ka besueshmëri më të madhe se ambasada amerikane. Vetëm SPAK-u e ka arrit. Asnjë institucion tjetër nuk e ka arrit këtë. Sot që flasim, 70% e shqiptarëve besojnë tek SPAK-u. 65% është ambasada amerikane. Ka zbritur. Pastaj vjen delegacioni i Bashkimit Evropian. Dhe ti kur shikon sondazhet, dhe Berisha dhe Rama janë individë elektorale, do të thënë kafshë elektorale, nuk do shkojnë do ta anatemojnë, se pastaj çështja do produktiviteti elektoral fillon dhe bjen. Okej. Kështu që pavarësisht kësaj kamuflimit elektoral në raport me SPAK-un dhe Basha, dhe Berisha dhe Rama kanë një qëllim me SPAK-un. Ta vënë në një formë kontrolli, njëri nëpërmjet shkrirjes dhe Komisionit të Venecias, tjetri nëpërmjet vendosen shina kushtetuese. Nuk ndron gjë kjo. Dhe ky grupimi i tretë kishte një qëndrim që ishte diametralisht i kundërt me këto dy. Dhe prandaj duhet krijojë grupimi. Pse? Sepse sot nëse duam dhe nëse ka një aleat të madh raport me opozitën shqiptare është pikërisht SPAK-u. Ne do të dy mund dalim dhe themi gjithë ditën që ky shtet është i korruptuar dhe ta përjetojmë korrupsionin. Qytetarë shqiptar nuk ka nevojë të dalin. Mas unë as të themi që vëlla ty është po të vjedhin. Që të gjithë dinë që po vjedhin. Ajo që bëri SPAK-u ishte që na e provoi me prova faktike, jo vetëm që po na vjedhin. Provoj dhe si po na vjedhin dhe sa po na vjedhin. Okay? Nëse kishim një hije dyshimi që po na vjedhin pak apo shumë, sot e dim që na vjedhin aq shumë sa kanë mundësi të shpenzojnë 1 milion euro për rroba. Të kjo është ajo që bëri SPAK-u dhe në këtë koncept SPAK-u është aleati më i madh që kishte opozita shqiptare në luftë kundër Edi Ramës, sepse pretendojmë që ky sistem që ka ngritur Rama është një sistem tërësisht i korruptuar. E provojmë nëpërmjet SPAK-ut që është i korruptuar dhe ajo që i takon të bëjë opozita shkojë të bëjë betejën elektorale për ta mundur Ramën në zgjedhje dhe për të thënë që ky sistem i i korruptuar është sistem cilin shqiptarët nuk e duan. Zoti Kthupi ka qenë në SPAK ndësia më e madhe mes Syrës dhe Berishës. Jo, nuk është SPAK ndësia më e madhe. Dgjoj, SPAK vjen pas ndësisë madhe me tur, po të kthehemi mbrapsht në kohë dhe do shkojmë. Ne bëm një betejë ligjore. Përveç asaj që tham. Jo, vula. Jo, nuk është vula në vetvete. Vula në vetvete nuk ka asnjë vlerë. Sepse ju shkut një ndasi tek vula. Ideja është këtu. SPAK-u u duk sikur i dha goditjen përfundimtare. SPAK-u provoi atë dëgjoj. Berisha është larguar nga pushteti në vitin 2013 sepse qytetarët shqiptarë vlerësuan se qeverisja e tij ishte qeverisje e korruptuar. Kjo është shkaku për cilin rang nga pushteti. 2013 shqiptarët vendosën që periudha 2009-2013 në cilin u qeveris bashkë me LSI-n ishte një periudhë e korruptuar. Kjo që bëri SPAK-u, çfarë provoi? Provoi vetëm formën e korrupsionit. Ora atë që themi sot për PS-n dhe për Edi Ramën që ka korrupsion dhe SPAK-u tregon se si bëj korrupsioni, tjetër gjë bëri edhe për Berishën. Nuk ka qenë kjo ndarja e madhe me Berishën. Ndarja e madhe me Berishën është pamundësia e reformimit të PD-s.
Dhe në ajo që ne tentuam bashkë me zonë e Libet, bënim 2022, 2023, 2024... E kisha pyetur në vazhdimsi. Pra ju thoni që ato që drejtuan Partinë Demokratike në 2013, drejtorët që ishin aty, prezidenti ishin aty, nuk mund të rikthehen më tek Partia Demokratike. Po nuk bën sens të rikthehen. Nuk mund të riciklohesh pafundësisht në politikë. Politika kërkon që ti të bësh një betejë, të bësh dy betejë. Besoj që diskusi të jetë i qartë. Atëre, jo, absolut, ishte shumë i qartë, sepse unë mendova që ka qenë spaku ndarja përfundimtare, sepse nuk mendoj që zoti Basha ka pas kampanja vetë, u mërzit me Berishën, masi e kështë vonë Berisha, sepse me okejnë e Berishës se vonë zoti Basha, se nuk e vura unë. Me votat e? Me votat. Nuk e di me votat. Jo, me votat. Ka dhe teori konspiracioni për votat e Bashës në kandidim me Ollazhi. Ajo, aty nuk ka dëgjoj. Kam qenë pjesë. Unë kam një informacion që zoti Ollazhi ka fituar në disa qargje. Po nuk ishte rëndësishme të deformua sistemi. Ajo që ndodhi në 2019 ishte që nëse do votojë mes strukturave të PD-s fitonte Ollazhi, por shkak se nuk do të fitonte, u deformua sistemi. Pyetja ime radhës ishte kur bën këto paçavur më në vetës, kur vjen më në vetës çai kërkon Ramës. Po nuk mund është çështje morali. Pra ke hu moralin politik, kaq. Do të tregoj një detaj. Në 27 korrik të 2023, 2023, bëshin zgjedhjet për të mbas zgjedhjeve. U ribën zgjedhjet në atë që e konsideronin si fraksioni Vulës, do zgjidhej zoti Basha, u rizgjot zoti Basha kryetar partie. Unë kam qenë në grupin e punës që merr shparë me procesin, dhe në fund procesit kryetari i grupit për komisionit ishte si gjithmonë zoti Gjana, zoti Emin Gjana. Dhe në përfundim të procesit, i kam çuar një mesazh në grup zoti Gjana, thash më në fund në herën e parë një dentate arritet të prodhosh një proces zgjedhor të pa manipuluar brenda partisë. Dhe kjo tregon çfarë ka ndodhur realisht në atë parti për shumë kohë. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ndodh the? Atëherë besoj që është edhe pak e dhirshme që një parti e cila u kryua për të nëshuar sistemin, për të zuar sistemin, kërëj vlera, e kalcifikoj sistemin. Ngjeli rrugës pastaj me... Dhe jemi sot... Nëse desha do të shpjegoj pse shkuam këtë drejtimi kolegjial. Po, se kjo është diferenca e madhe. Këtë desha me thënë tani, shiko, një parti e cila shfutur në zgjedhje dhe thotë e kena sigurt fitoren, e kena sigurt këtë, kur një parti e cila unë në memorien time prej 30 sa viteve shoh vetëm që kanë Partia Demokratike në parti. Unë nuk e di. Dhe kam në memorien time po ja 12 vite që Edi Rama nuk ka koalicion, nuk ka parti. Nuk e di ka herë i duhet Tom Doshi lidhur me Tomën. Sekondare. Po nuk e ka koalicion. Goma rezerv. Tani, si ka mundësi kjo parti e vlerave, kjo parti që zoj komunizmi, kjo parti që... A ka të bëj PD-ja që ka aq vlera sa që ndanë në rrugës? Se për para se tani që këto vlera do të është kjo parti që ktheu pronat, kjo parti që shpërbleu të përndjekurit. Po nuk kam si e them atë, nuk i ka kthy. Po se këtu fillon problemi. Problemi fillon nga kjo, që do të thotë një parti që është parti e djathtë, e cila pretendon që ka prishur sistemin, e cila pretendon që ka pjesën mbështetëse të saj të përndjekurit, ish përndjekurit dhe ish pronarët faktik që ne rëndomi quajmë gjuhë ish pronarët, dhe nuk arrin të bëj asnjë nga ato që janë misionet themelore të saj partie dhe kthehet mbas 35 vitesh dhe thotë që do t'i bëj sot. Nuk është turp, sepse kjo nuk ka qenë kurrë, më fatkeqësisht edhe për ne që kemi milituar aty brenda, nuk ka qenë realisht kurrë një parti e djathtë. Dhe e djathtë, kur themi e djathtë, parti e individëve që sjellin vlera. Dhe kjo është arsye pse është copëzuar gjithmonë. Sepse aty është ruajtur gjithmonë një bërthame e cila kishte vetëm një funksion që thoshte peqe lepe. Në atë parti mendon vetëm Berisha. Askush tjetër nuk mendon. Në atë parti ideti ka Berisha, punën e bën Berisha, ajo parti është Berisha praktikisht në vetë. Ne mund të themi sa duash që quhet Partia Demokratike, po është partia e Sali Berisha. Në fakt lajmet po dalin që Flamur Noga i merr lekët, po nuk e di. Këto janë deklarata që janë pa verifikuar, janë lajme, Flamur Noga është aty sepse mban Sali Berisha. Ditë nëse Sali Berisha do të thotë Flamuri që nesër ti ikën, Flamuri ikën. Kjo është, do të që të kuptosh se sa vlen karriera politike në atë parti. Atëherë, zoti Krupi, të kthehemi ke një moment i rëndësishëm, i cili është momenti i fushatës
ju në spektrin politik jeni një parti e re, e cila tenton për herë të parë të hyrë në zgjedhje, ose në fakt ka hyrë në zgjedhje, ka hyrë me një koalicion me një parti e cila ka një traditë, një trashëgimi, por duke nisur nga zoti Shej, i cili ka një emër lideri në politikën shqiptare, duke qenë se edhe në Partinë Demokratike ka pasur funksione të larta ministër, ka qenë lider, një nga të ndarët e hershëm të PD. Dhe ka qenë një nga copëzat e hershme. Ka qenë një nga njerëzit që i pari ka thënë jo, deri këtu, jo. Ajo që unë ndesha t'ju bëj si pyetje është ju hyni këto zgjedhje me një objektiv që natyrisht ju keni përcaktuar vetë, por duke krijuar edhe një risi. Edhe kush është risia? Pra, pavarësisht koalicionit që drejton zoti Shej, sepse është një figurë politike. Por si Parti Djathtës të 1912, ju keni një kolegj politik se cilën e drejtoni. Dhe në politikën shqiptare, në fakt, duke përshtuar vitin 91 kur u krijua për herë të parë një parti demokratike, nëse do ta quajmë kështu, keni kthyer një risi, por kjo risi, zoti Kthupi, a mund t'ju kthehet në një risk? Ka një arsye pse arritëm në nevojën për të bërë një drejtim kolegjal të partisë. Ti je një parti e re. Dhe risku që një parti e re të kalcifikohet rreth një individi shumë herë më i madh se ndaj një partie e vjetër. Një parti e vjetër zakonisht krijon mekanizma mbrojtës nëse don t'i krijojë për të ruajtur identitetin e partisë pavarësisht individëve që e drejtojnë. Një dhe dyta është shumë e vështirë që ti të përzgjedhësh një drejtues partie i cili nuk ka bërë kurrë një garë elektorale. Dhe arsyeja pse u zgjodh një kolegj drejtues ishte që deri në zgjedhjen e 11 majit partia të ketë drejtim kolegjal, qoftë për shkak të mirë funksionimit të saj, qoftë për të ruajtur një, le të themi, elitë politike konstante. Në momentin që do të mbarojnë zgjedhjet, partia do të hyjë një proces, po do të hyjë një proces në cilin ata që pretendojnë që të hyjnë dhe të konkurrojnë apo të garojnë për pozicionet drejtuesit të partisë kanë kaluar një garë elektorale. Janë provuar përpara votuesve sa vota dhe sa vlerë elektorale kanë. Dhe nuk mund të pretendosh bësh kryetar apo drejtues partie sa kohë që vlera jote elektorale është 1.000 apo 2.000 apo 3.000 apo 10.000 votë. Do thonë, fillimisht ti duhet ta krijosh imazhin politik që pastaj të pretendosh të marrësh drejtimin apo të drejtosh partinë. Këto kanë qenë dy arsyet kryesore, dhe arsye tretë që ishte më e rëndësishme ishte që kolegjialiteti të jep mundësinë që të angazhosh më shumë njerëz në fushat. Dhe ne kishim nevojë për të pasur numrin më të madh të mundshëm njerëzve që të aspirojnë të kenë një jetë politike në të ardhmen, duke aspiruar dhe të promovojnë veten pastaj politikisht. Zoti Kthupi, nëse në përshpërinë tuaj, nëse nuk do ketë, unë nuk e di se cilat janë përshpërimet e juaja, pavarësisht nga ajo që ju thatë në parim, por në përshpërimet e juaja, nëse në 11 maj do votohet ndryshe nga ajo që keni pritur. Por duke pasur parasysh dhe çfarë do ndodhi me partitë e tjera, a mendoni që mund të ketë një perspektivë për një pol të tretë i cili diskutohet shumë në Shqipëri prej vitesh? Pra, u synua një herë me zotin Spaiu në Aleancën Kuqezi, nuk funksionoi. Ka disa tentativa që ju i dini. Kanë qenë gjithmonë tentativat vetmuara. 2025 Por si është vetmuara janë? Jo, 2025 ka një risi. Nuk janë më nuk është vetëm më një vetmuara, 5 parti të vogla në zgjedhje. Ajo është konkurimi në zgjedhje, është një gjë. Do të kishte qenë mirë që ky konkurim në zgjedhje të bëj grupin. Po se di thonë Ramos e keqja më e madhe, tani del që është Berisha keqja më e madhe. Unë mendoj që të dy janë e njëjta e keqe. Janë thjesht dy faqe të njëjtës medalje. Po ju të vetit. Tu kthehemi ke ajo nevojë. Ska vot vogël, vota është e madhe thot anglezi. Nuk ka rëndësishmëri. Unë mendoj që pjekuria politike do ta kishte kërkuar që të bëjë ky grupimi përpara zgjedhjeve. Okej. Shpresojmë që pas zgjedhjeve të jemi më të pjekur dhe këto forca politike të fillojnë të kenë një bashkëpunim qoftë dhe afatgjat në raport me ndërtimin e një politike. A ju mendoni që po krijon edhe profilin politik ndërkohë për gjithmonë përpara zgjedhjeve? Me sa duket se cila nga partitë e vogla do ta krijojë në edhe po me peshën e vet. Me peshën e vet profilin politik dhe pastaj mbas zgjedhjeve do të shikojmë nëse ka vend për bashkëpunim apo jo. Atëherë un kam një sondazh që nuk është sondazh i specializuar, nuk është unë i kërkoj ndjes, sondazhi është bërë nga Nesi Media, gjithmonë unë përsëri kërkoj falje, nuk janë nga sondazhet që bëhen me kompani të specializuara
Dhe sondazhi im është 9-4-1. Pra 9 PS-ja, 4 PD-ja dhe 1 që ngel për partitë e vogla. Sondazhi, edhe një kërkoj ndjes, nuk është i specializuar. Është sondazh që ne kemi ndërtuar në bazë të informacionit që kemi si media, që ne sjena të kualifikuar për këtë gjë. Unë nuk jam si ato të... Kemi ne sondazh. Ju keni më specializuar, edhe juve s'ju kanë dalë, por nëse edhe... Po, besoj që më zoni i kemi më të unë desha ta bëj pyetjen këtu, 9-4-1 në Durrës, sondazhi i Durrësit, 9-4-1. 7-4-3. 7-4-3, okej. Nuk dëgjoj. Ma deshifroj që tani 7-4-3 se unë nuk e deshifrova. Ja, do të më lër ta deshifroj. Sot që flasim në Durrës, të gjitha sondazhet tregojnë që ka një numër që varion nga 25 deri në 35% e popullatës, të cilat nuk votojnë asnjë nga dy partitë e mëdha. Nuk e votojnë. Dhe në këtë numër përfshin edhe ata që nuk do shkojnë fare të votojnë. Duke marrë parasysh kalkulimet elektorale të 4 palëzjedhjeve të fundit, nga 2009 në 2021, të rezultojnë që në Durrës votojnë mesatarisht 160.000 shtetas. Dhe ky 35% që varion në më shumë se 60.000. Son 55.000 votues, që janë të mjaftueshëm për të nxjerrë së paku 3 mandate dhe në rastin e fragmentarizimit të votës. Sot Partia Demokratike nuk e kalon 35% e votuesve, që do të bjerë ndjeshëm nga rezultati i saj i 63.000 votave i vitit 2021. Do të presim në nivelin e 50.000 vota. Po me listësi nuk ndikon zoti Thupi? Nuk besoj që do të nxjerrë. Unë mendoj që sepse me që janë koalicion të unë mendoj që pjesa dërmuese e votave të LSI-s do të rishpërndahet, Sepse LSI-ja ka pasi bazë majtas. Pjesë djathtas, më thënë. Vërtetës. Dhe nuk besoj as që Partia Socialiste do arrit ta ruajë të plot rezultatin e saj për 73.000 votash të vitit 2021. Nëse këto mund të jenë edhe megjithatë tur, të jemi korrekt. Do të rezultati për 73.000 votash do jetë të Partisë Socialiste vetëm 7 mandate. 7 mandate. Pra ju thoni nëse Partia Socialiste nuk do të ketë firo fare, nuk do të ketë asnjë humbje vote, prap do të ruaj rezultatin e saj për 73.000 votash në vitin 2021, nuk merr më shumë se 7 mandate. Çështja është Partia Demokratike është në rënje. Do ketë edhe sa vota nga ne zoti Thupi. Do shkojë 80.000 vota. Mund të prodhoni mandat tjetër, mund ta bëjnë 8. Nuk është në sistemi elektoral nuk lejon ty të prodhosh 8 mandate nëse ka mandate të tjera që prodhojnë, ka grupime të tjera që prodhojnë nga një mandat. Kështu që të paktën në sondazhet që unë kam parë dhe në fokus grupet që bëhen nga njerëz që nuk i publikojnë këtë gjëra. Atëherë jemi transmetim direkt, sondazhi i jonë është 9-4-1. Sondazhi jonë është 7-4-3. Zoti Thupi 7-4-3. Me 12 kush ka biletën. Mund të diskutojmë dhe variacionet e mundshme. Besoj që kjo është baza. Po, shiko, duke qenë fillimi, sepse sondazhet është fillimi fushatës, se vërtet ka pak ditë, po por një fushatë intensive ka shumë ditë përpara që mund të ndryshojnë shumë gjëra. Dhe unë këtë se them zoti Thupi që ne do kemi rast të takohemi përsëri, diskutojmë përsëri për shumë gjëra. Do ta rishikojmë dhe sondazhet. Po patjetër, se unë gjithmonë kam humbë biletën, nuk kam vënë ndonjëherë, po edhe kur kam vënë kam humbë. Duke qenë tifoz me anglisht i humb biletën gjithmonë. Kam thënë, duhet bësh tifoz me gjerman. Unë falenderoj që ishe me mësonte në këtë emision i cili faktikisht ka nisur i ri, por në televizion të ri, por edhe me kandidat të ri. Qëra dhe reja sjellin fat zakonisht. Që në nisje ne kemi filluar me kandidatët e ri. Zoti Thupi, miku i vjetër i bulevardit, faleminderit që ishe me mua dhe do të takohemi përsëri edhe për të pas sondazhin. Sigurisht. Na dhe mirë.